Mendoj që bllokadat cila ka ndodhur ka qenë e panevojshme, dhe ne kemi dhënë gjithmonë propozimet tona. Ne mendojmë që kemi kryer atë obligimin kushtetues dhe po që të ndodhte që nga koalicioni jonë të mos propozonim emra siç ka ndodhur në të kaluarën, PDK-ja kur nuk propozoi ke kandidat për kryetar kuvendi, ajo që do të quhej bllokat. Ne propozonim, ata nuk e votonin. Me ligj edhe me kushtetuti i takonte. Dhe e dini ju atë Odeseat, atë sag që ka vazhduar me shumë ujë të tërë. Pastaj kemi dhënë ofertë, domethënë edhe zyrtare, edhe private ndaj LDK-s konkretisht. Dhe unë kam qenë dëshmitari e asaj dhe mendoj që oferta ka qenë gjeneroze, atyre nuk ju ka pëlqyer. Nisma është ofru dhe ajo ka luajtur rolin konstruktiv në një fazë caktuar për të zhbllokuar institucionet, ndërsa në dy partive tjera nuk ka pas ofertë ndaj PDK-s dhe AK-s. Në këtë kontekst, çudit qëndrimi i ish-partisë time të dikurshme LDK-s, e cila as nuk ka pranuar më ul në tavolinë, as nuk ka pranuar me votu edhe gjërat ma thjeshta të cilat kanë bëjnë me funksionazimin e kuvendit dhe për të vazhduar me hapat më të tjeshëm. Por njëjtën kohë neve na çudit ke fakti që në shumë gjëra u koordinante me PDK-n, po as me PDK-n nuk e zhbllokoi kjo situatën. Domethënë, kjo bllokim, kjo barikadim i tyre ka qenë shpeshherë i çuditshëm në aspektin politik, e mbi gjitha për mja vënu kapakun kësaj pune ka qenë jo ndoshta mos votimi i qeverisë. Nuk po don me votu qeverinë kjo opozit, kreti kuptojna. Nuk pe voton, nuk pe don Albin Kurtin se kemi natë, kemi okej. Çka ja pati bërsh ky popull, ky vend mos me votu planin e rritjes BE-s. Çka i pati bërsh ky vend, këta qytetarë të Prishtinës mos me votu buxhetin e Prishtinës.